Jemi në shije shtëpie. Do të vijojmë tani me pjesën tjetër, me recetën e fundit që ka menduar Gjeni sot të sjellë për ju, edhe siç ju paralajmëruam edhe më herët, do të kemi përsëri në përdorim një pajisje të re, të ardhur së fundmi ndër produktet e reja të interesante Albania, gjithashtu një recetë që është super e shëndetshme. Mus me banane dhe gjallë kikiriku. Po, përpara se të fillojmë Katerina, ta nxjerrim atë bukën me tërshër? Është gati, është gati patjetër. Po, ta nxjerr unë tani. Buka me tërshër që përgatitëm në pjesën e parë është gati, ka qëndruar në furr dhe për pak minuta, sa mirë. Dhe një herë bëhet. Pa të munduar fare. Po. Dhe lumshin duart. Kemi shtruar dhe letër pjekeje, gjithmonë kjo, me kujdes si që shikoni, për këtë receta. Është bërë pjesa e sipër me krokante, dhe brenda është e butë, por unë do ta lë që të ftohet dhe ndoshta nga fundi do ta nxjerr që ta presim një fet, ta shohim pas. Shumë mirë. Ashtu e bëjmë. Perfekte duket shumë e shijshme. Edhe aromën e ka të mirë. Ndihet tërshëra. Të lumt. Ajo që do të bëjmë tani është pas gjithë këtyre gatimeve të shëndetshme, një ëmbëlsirë gjithashtu shumë e mirë, me vlera do të ishte shumë mirë për ta konsumuar. Dhe kemi sot në përsëri me frulatorin, siç u tha dhe Katerina, do të bëjmë banane, gjalp kikiriku dhe do të bëjmë edhe kosin pak për t'rregulluar konsistencën. Kështu që unë do të filloj me prerjen e bananes. Në fakt është 2 banane shumë të pjekura, maksimumi pjekjes që unë gjeta sot këto ishin. Dhe në qoftë se keni dhe më të pjekura, sepse janë akoma si më të squllura, akoma dhe më mirë. Dhe sasinë e bananeve, shikojni vetë sipas recetës që do të bëni, sepse nuk është dhe aq fikse si recetë. Do t'i bëjmë në gotën që ka vetë frulatori. Se ka banane të mdhaja, të vogla, do t'a hedh edhe këtë gjysmën tjetër. Dhe më pas do të shtojmë gjalpin, kemi 2 lugë gjelle gjalp kikiriku. Ja, kështu. Dhe kosim për të rregulluar gjithë konsistencën në fund fare. Do ta hedhim më pas për servirje ku të doni ju, në gota të thjeshta do të ishte shumë mirë. Dhe për të rregulluar, siç u thash, pjesën e konsistencës dhe shijes, do t'i hedhim kosin, erzeni, pak do t'i hedhim dhe më pas do t'i shtojmë sipas asaj që na duhet. Ja të marr një lugë të pastër, jo atë me gjalp, se ndoshta se përdorim gjithë dhe mos ta bëjmë të gjithë me gjalpin, gjithë sasinë e kosit, ja kështu. Tani kemi frulatorin, përsëri do të përdor turbon. Ne kemi në shpejtësinë 21 në maksimum fare, ka këtu njëshin dhe turbon, dhe është komplet inox për t'u larë e për t'u pastruar shumë kollaj. Edhe banania që kthehet në gjendje kremoze me njëherë me blenderin. Po, me njëherë. Kosi e ndihmon për ta thjeshtuar pastaj edhe përzierjen me gjalpin e kikirikut, me kos lope, erzeni kemi zgjedhur atë me yndyr edhe në këtë rast. Nëse doni mund të zgjidhni dhe 0 që është paketimi i gjelbër. Atëherë, bashk rendisim për ato fotografitë e famshme të recetave që ju bëni, sepse nuk ka shumë për të mbajtur mend sa i përket përbërësve, por mus me banane dhe gjalp kikiriku përgatitet pra me bananet, me 2 bananet pjekura, 2 lugë gjelle gjalp kikiriku, gjysëm gote kos të bardhë, dhe opsionale është pjesa e sasisë. Normalisht për teksturë më të butë, mund të jetë edhe pak më shumë, pak më pak, atë e zgjidhni ju si e kombinoni. Por këta janë të 3 përbërësit që do të përdorni. Ne kemi gati, Katerina, thjesht për të siguruar, do t'jap edhe një ngrirje 2-3 sekondë. Thjesht e sa të trazohen më mirë të gjithë përbërësit, por ngjyra shumë e mirë, dhe shija do të jetë absolutisht të shkëlqyer. Edhe për ushqimin e bebeve, ky frulator 1000 watt grin çdo gjë, siç duket edhe këtu me banane, me kos, lule shtrydhe që mund t'i bëjmë fëmijëve. Po, kosin e frutave unë për shembull djalit ashtu ja përgatis, tani ja përgatit edhe i vogli do filloj. Edhe pse mund të kisha filluar, por nuk e di pse me kosat ose me ushqimet e ftohta dhe supa, po ju fto, nuk e do të ftohta. Nuk e do të ftohta. Po, sapo të jetë e nxehtë supa, dreka që ha ose darka. Edhe frutat detyrohemi gjithmonë të kemi ashtu mollën e zier, se normalisht të vogël. Po,
Deo, djali i madh, ka shumë qejf bananën me kos. Ashtu e ka Po, qef. edhe gjithmonë e kalojmë ose në blender shkop, ose tek ajo e Kenwoodit që kemi Po, e qepës që i themin e grirësja. po. Në fakt kjo është e thjesht fare për t'u larë. Në çdo lloj gatimi, vetëm frulatorin pjesën e shkopit të poshtëm keni gati. Dhe ja ku jemi, konsistenca është siç duhet të jetë, sepse kjo do ftohet, duhet rrit 30 minuta në frigorifer, që ta marrim të jetë e plot dhe të hiqet, le të themi, kur ta kapi me lugë si cop, jo të jetë kështu në këtë gjendje, sepse gjalpi është gjalp, do të ngri, dhe banania gjithashtu do ta ndihmojë që të ketë një konsistencë siç duhet. Shumë e mirë. E shëndetshme, e shishme dhe e freskët. Unë do ta provoj pak tani këtë. Sigurisht, mund ta Pak provoj. fare. Mund të grim edhe çokoladë zezë sipër. Mund të grim çfarë të doni sipër. Ose arra, lajthi. Lajthi, mund të hedhni pak kakao, çfarë të doni. Kakao, po e drejtë. Unë do ta provoj pak nga pjesa e tjetër, jo, nuk do ta prish atë se e kemi për foto. Është e mirë. Shumë e mirë. Perfekt. S'ka si tjetë ndryshe. Është shumë e mirë. Gjalpi kikiriku t'jep një shije shumë të freskët, shumë të mirë. Të lumshin duart. Një recetë super Na bëftë praktike, mirë. po mbi të gjitha, nisi dhe puna për supën. Blenderi është aktivizuar. Besoj mund ta dëgjoni. Dhe do të Pas pak do marr ta për bukën servirim. Katerina, të marr Bëjmë një servirje, Po, po. të marr një Duhet jetë ftohur, po, mendoj. shtor, besoj për t'u nxjerrë është gati. Diçka sa për t'u prerë. Se për pjesën e shkëputjes është shumë e lehtë për aq kohë sa ka letër fino. Letra e pjekjes është ajo që e bën shumë të lehtë dhe në këtë rast duhet patjetër sepse masa ju e patë është brum i cili nëse nuk do të ketë letër pjekje mund edhe të ngjitet. Atëherë, siç po thoja, sa i përket blenderit brown, të cilin e gjeni tek Interesante Albania, shkëpusim, ja ku është e lehtë fare. E lehtë fare, Për një sepse letra na ndihmon edhe tava nuk bëhet pis, edhe keku, çfarë të Formohet doni ju, mirë. keku, buka, çfarë të keni ju aty, del shumë kollaj. Kështu që ta presim një pjesë, apo do t'i bëjmë foton një herë? Si të duash ti, dëshiron që mund t'ja bëjmë foton edhe me 2 feta kështu Me anash. 2 feta, që ta shohim tamam se sa e qëndrueshme është. Është e ngrohtë në fakt, e mira është që Të të ftohet ftohet. pak. Po gjithsesi do ta tregoj pak të pjesë këtu. Të lumshin duart, shumë e mirë duket. Ja. Sa e mirë duket. Edhe aromën e ka fantastike në fakt. Edhe është e shëndetshme. Mund të hani edhe një vet më tepër se kjo, nuk ju bën dëm. E Se vërtet. buka tjetër. E vërtet. Me qënë se u rikthyem tek receta, e shohim me shkrim për ju që mund të keni ardhur me vonesë, sepse jemi drejt fundit të programit Dal nga Dal. Supën e lëm, tek buka, po, tek buka ndalemi pak. Supën e lëm edhe pak, nuk e dia ka përfunduar. 40 sekondat e fundit. Po, Buk me tërshër dhe fara, pra pa mjell dhe pa maja, buka që sa po freu Gjeni dhe e ka vendosur në tryezë të përfunduar, është me 250 gram tërshër, 2 vezë, 200 gram kos të bardhë, 1 lugë çaj sot buke, 1 lugë çaj krip, 1 lugë gjelle fara lini, ose susami, ose lule dielli, ose të treja së bashku, dhe 1 lugë gjelle vaj ulliri. Për ju që na keni bërë mungesë pjesën orën e parë të mësimit, në këtë orë të dytë, besoj tani do ta shënonim. Është shumë e mirë dhe shumë e shëndetshme. Ndërkohë, siç po thoja, pajisja e supës është duke përfunduar për përgatitjen. Ja, Mbaroj. kaq ishte. kjo tani ka opsionin që 40 minuta e mban vetë të ngrohtë, por ne nuk e duam se do ta servirim dhe mbajmë shtypur X-in që të anullohet çdo veprim. Ja. Ta kullojmë të gjithën këtë këtu dhe ta hedhim në një pjatë. Ta supe më saktë. Të lumshin duart, ka dal. Mrekulli. Do ta shoqërojmë edhe me pak vaj ulliri në momentin e servirjes. Ja, kështu. Të lumshin duart. Ja, dhe me pemën që e shtojmë për t'i dhënë prekjen e duhur dhe për ta përfunduar të gjithë sasinë e produkteve të shëndetshme. Dhe musi me banane, të treja recetat kanë mbaruar. Ja, shikoni sa shpejt mbarojmë gjithmonë me Gjenin kur përdorim këto pajisje super të shpejta, super praktike. Meqense se ishim tek pajisja e supës, rikujtoj që e gjeni në çmim ofert, pra ishte 10.000 nga 15. Ky ishte çmimi aktualisht.
10.000 lekë të reja, 100.000 lekë nëse telefononi tani në 069 944 24 25. Klikoni te Kenwood Albania gjithashtu që është faqja e Instagramit për të parë edhe produktet e tjera nga Kenwood që janë në çmim ofertë dhe shumë gjëra të mira që postohen gjithmonë atje. Gjeni është e vëmendshme që të ketë gjithmonë postime që ju vinë edhe në ndihmë sa i përket edhe përdorimit të pajisjeve. Ndaj nuk ka pikpyetje fare sa i përket Kenwood ose Interesante Albania, nuk ka vend për të bërë pyetje, sepse i keni të gjitha përgjigjet aty. Mirë, këto ishin të treja recetat, unë po rikujtoj në fund me qenë se produkti i Pema Olive Oil ishte produkti që ushtua tek supa. Kemi përdorur vaj ulliri i virgjër në këtë rast. Çfarë gjejmë nga Pema Olive Oil? Gjejmë vaj ulliri të virgjër, ekstra të virgjër, gjejmë të përzier, të rafinuar që ishte gjithashtu një nga shishet e reja që sollëm së fundmi nga Pema dhe që i ushtua gamës këtu në shije shtëpie, por ka akoma për të prezantuar. Ka plot produkte për të prezantuar nga Pema dhe mjafton të na ndiqni dhe do të njiheni edhe më gjerë me të. Por sa i përket vajit të ullirit, është vaj ulliri nga jugu i Shqipërisë, nga ullishtet që janë në zonën e Sarandës dhe Nivicës. Floriri i jugut, një kombinim i shkëlqyer i traditës bashkë me inovacionin. Ne kemi thënë këtë për shkak të informacionit që juve ju duhet kur bëni blerjet tuaja për të dalluar produktin, dhe ritheksoj që është inovacion sepse është teknologjia e tillë e vitit 2024 nga Italia për të bërë në fund një produkt të shkëlqyer që ju ta konsumoni me shumë dëshirë dhe lirisht në shtëpitë tuaja, që në sallatra, supra, gatime të ndryshme që realizoni. Bukur. Nuk e di nëse pas kësaj lodhjeje dhe mundimi ke nevojë për një kafe ose kakao? Do të ishte shumë mirë në fakt. Çfarë dëshiron? Kafe për mua. Një kafe. Atëherë po zhvendosem për të përgatitur një ama kafe. Ne kemi marrë paketimin e madh se siç mund ta keni kuptuar edhe ju përmes ekranit, këtu pihet kafe pafund çdo ditë. Dhe kemi marrë paketimin e madh që të mos bëjmë 1-2 blerje të kapsulave me paketimet e vogla dhe kemi zgjedhur Intenso. Janë 96 kapsula në këtë paketim të ama kafe. Intenso se është le të themi një përbashkët ndër shihet dhe ju mund të zgjidhni atë që doni nëse shkoni tek Ama Cafe ose shop.amacafe.com që është website përveç Instagramit ku mund të klikoni dhe të shihni më shumë. Vendosim kapsulën, mbyllim kapakun, vëm filxhanin e Ama Cafe dhe shtypim butonin për një kafe fantastike. Me aromë, kremozitet, është përvojë e veçantë, ashtu siç është në fakt i gjithë procesi i të shijuarit kafen, është një kohë dedikuar vetes. Dhe duhet kafe e mirë. Ajo që marrim në këto raste. Pos që kafeja e mirë, ajo koha fiks që ke për veten tënde, të del nga hundët pastaj, jo, duhet jetë e mirë. Ndaj themi Ama Cafe. Shumë faleminderit Katerina. Të bëft mirë. Faleminderit. Me qenë se jemi te kafja, ishte një kuriozitet interesant. Tani po ka aromë shumë të mirë, se vërtet. Po përdoret kafja në ndërtim. Pjesa e mbetur ishte goxha e fortë. Në fakt kishte edhe një lloj arsyetimi dhe unë po e lexoj fjalë për fjalë. Zbulohet se bën betonin 30% më të fortë. Vërtet? Pra mund të jetë materiali ndërtimor i së ardhmes. Një qasje novatore ku përfshin, këtu për shembull ngatrohem, përpunimin e mbetjeve të kafes përmes pirolizës, një proces ngrohjeje me energji të ulët në mungesë të oksigjenit, bla 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 bla. Në gjuhën profesionale të tyre. Duke i shndruar ato në një karbon të pasur, bio, me karbon dhe strukturat të porozizuara, nuk e di çfarë fjale mund të jetë kjo, po kam përshtypjen e kanë bërë gabim këta që kanë shkruar. Megjithatë, duke mos e hedhur shumë në diskutim se çfarë bëjnë ata, duke marrë parasysh që gjenerohen rreth 10 miliard kilogram mbetje kafeje çdo vit, që janë plot. Mirë është që ta përdorim, do shpëtojmë. Ishte rritur dhe çmimi i kafes kohët e fundit në lagje. Në botën, në gjithë botën, po. Megjithatë, ne kemi shije absolute, kemi shije shumë të mirë ato të Ama Cafe, me kosto shumë të mirë, të cilën nëse keni aparatin ekspres në shtëpi, më besoni që ja vlen që të shkeme të shumë herë më shumë se sa të dalurit xhiro edhe në bare çdo ditë
bar kafe. Në shtëpi e shijoni si askund tjetër. Çfarë do bënim tani? Tani, Katerina, unë mora vetëm një pjatë për ta servirur musin ashtu siç duhet dhe do t'i spërkas në pjesën e sipërfaqes pak kakao, kush të doj, ose fruta të thata të grira, çfarë të keni ju dëshirë. Kështu që ja se kam këtu. Pak kakao për t'i dhënë atë shijen e thellë dhe është e shëndetshme kakao gjithashtu, na bën mirë. Kështu që na bëft mirë. Buka me tërshër, supa me legume mikse me lulelakër dhe brokoli, si dhe musi me gjalpin e kikirikut dhe me banane. Gjalpin e kikirikut unë e përgatis dhe vetë në shtëpi. Si e bën? Gjithmonë. Mos e bën me atë blenderin. Po, me blenderin e madh, mjafton që t'jetë një blender i fuqishëm në fakt, duhet, dhe i pjek, nuk e bëj vetëm me kikirik, e bëj dhe me të tjera, me bajame, me që të kem në shtëpi frutat thata. Kur e shoh që ngelen pak ande nga fundi, i fus në furrë në një letër pjekjeje, i heq pak atë lagështin, fillon ato marrin pak ngjyrë të artë, edhe i nxjerr nga furra, i lë të ftohen dhe pastaj në blender, vetëm ato, asnjë gjë tjetër, dhe fillon grihet ajo. E ndihmon blenderin që ta çosh drejt qendrës së thikës, sepse ka tendencën ta çoj anash këtë grirjen, e ditë, të mbushen paretet e enës, e çon, e ndihmon me spatulë ose varet nga blenderi që ju keni, dhe e grin rreth 10 minuta, duke i bërë pushime, domethënë, do që të bëhet, edhe pastaj merrni një produkt që nuk ka as konservant, as ëmbëlsues, as vajra të shtuar, por e bëni vetë. Kam shumë pyetje për këtë, se kam edhe një video tek faqja ime, gatuaj me Xhenin me këtë miksin e gjalpit, edhe gjithmonë më pyesin si e bën, a vërtet bëhet vetëm me këto përbërës, pa vaj, pa gjë, as vaj, as gjë. Frutat e thata kanë vetë yndyrën të shëndetshme, kështu që mjafton vetëm grijeni edhe kaq. Vetëm se duhet kujdes me blenderin, ta përdorni me pulse dhe të jetë i fuqishëm. Bukur. Ne pas pak do t'jemi me të ftuarit tanë. Do t'ndalem pak edhe te kjo, do t'jemi së pari me fizioterapistin Endrit Mone, mik i programit, i cili do të na flas shkurtimisht për ndikimin e teknologjisë në fizioterapi. Si po transformohet rikuperimi i pacientëve, duke marrë parasysh kemi dhe inteligjencën artificiale kryefjalë të ditëve të sotme, aq sa diskutohet heqja fare e mjekëve apo e mësuesve, po. Do kemi robot nga do me thënë, edhe nëse kalonin algoritmet e Instagramit që lidhen me inteligjencën artificiale, vetëm lajme për këtë gjë dalin. Unë jam një prej atyre njerëzve që 2-3 herë kam lexuar diçka dhe fillojnë të dalin vetëm ato. Sa po më duket sikur do pushtohemi në një ditë, po më trëmbin më shumë se sa më duket arritje. Nga ana tjetër do të kemi dhe Krisanti Kalojerin prezente në studio. Bashkë me të do të ndalemi tek parashikimi i të 12 shenjave. Është një javë pozitive, Mërkuri dhe Afrodita futen në kurs të drejtë më në fund, dhe si do të ndikojnë këto lëvizje planetare tek mirëqenia jonë, tek marrëdhëniet tona, tek paraja, dashuria, të gjitha me radhë, siç analizojmë për herë. Fura bën kështu, fura andi, fura. Po bën fura. Se vetëm shtype një kështu pam, edhe jemi në rregull. Pushoj. Mbaroj gradacionin që kishin vendosur prandaj. Dhe kështu pra këto ishin recetat nga Xheni, kështu do të jetë ora 2. Xhenit, falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit shumë Katerina, kënaqësi si gjithmonë të jem këtu. Kënaqësia është e gjitha e jona që sillim në kohë super të shpejt disa receta shumë të shijshme, po mbi të gjitha dhe oferta të cilat ju i zbuloni edhe këtu në Shije Shtëpie, produktet të cilat ju i shihni në përdorim, besoj ju kemi ardhur në ndihmë mjaftueshëm me këtë. Xheni, ne takojmë përsëri javën tjetër. Po, faleminderit. Faleminderit ty dhe shkojmë në publicitet, bashkë shihemi pas pak, siç ju thash, me të ftuarit. Vazhdoni që ndroni me ne në Shije Shtëpie.